Në një lagje të vjetër në skaj të qytetit, ku rrugicat ishin të ngushta dhe ndërtesat të zymta, jetonte një njeri i varfër me zemër të madhe. Ai nuk kishte pasuri, nuk kishte ndikim, por kishte një ëndër, të kishte një xhami në lagjen e tij, një vend ku njerëzit të mund të ndaleshin, të falnin namazin, të qetësonin shpirtin. Por ai e dinte se ndërtimi i një xhami e kërkonte para, leje, njerëz dhe ai nuk kishte asnjërin nga këto. Çfarë kishte? Ishte besimi. Një djalosh i ri nisi të lexonte fëmijëve tregime islame çdo të premte në atë vend. Një vajzë e re që studionte artin pikturoi një tabelë që shkruante: "Kjo është një qoshe paqeje. Mirë se vini." Fjala u përhap në mënyrë të heshtur. Një ditë kaloi një fqin, e pa dhe u prek. Të nesërmen solli një jastëk të pastër. Një javë më vonë, një grua e moshuar solli një raft me libra, falas për këdo. Me kohë, një komunitet nisi të formohej. Njerëzit ndalnin aty, falej namazi i xhumas në rrugicë. Kur ftohte, sollën tendë plastike. Një donator anonim bleu dyshek për të ulur, dikush tjetër solli ndriçim solar. U bën muaj, pastaj vite. Dhe pastaj, një ditë, me ndihmën e një grupi vullnetarësh dhe me mbështetjen e shumë zemrave të prekura nga ajo për kushtim, u ndërtua një xhami e vogël. E thjesht, me tulla, me një minare të ulët dhe një derë druri. Kur xhamia u hap, ai njeriu i varfër, tashmë me mjekër të bardhë dhe duar që dridheshin, qau. Nuk foli shumë, vetëm tha: "Mësimi, Allahu nuk mat madhësinë e ndërtesës, ai shikon madhësinë e qëllimit në zemrën tënde."